15 prillin Ajo është konstituimi i kuvendit. Konstituimi i kuvendit, atë ditë do të bëhet edhe qeveria e re. Thonë, tash më dihet kush do të jenë Kush me koalicion? Po, Albin Kurti, Fatmir Limaj, Nana Drashiqi edhe minoritetet jo serbe në një koalicion që do t'i ketë minimum 61 numra, edhe kjo paraqet një qeveri stabile për faktin që asnjë nga këto palë nuk ka interes që ta prishte koalicion, sepse qeveria stabile nuk do të thonë qeveri që ka shumë vota në parlament, po një qeveri e cila garanton që ka kohezion mes veti. Se ne kemi parë atë për shembull qeverinë kur ishte LDK PDK mes dy partive më të mëdha, edhe në fund u prish koalicioni kur u hoq Fatmir Sidiu për presidentit të vendit. Kështu që nuk ka në një konstelacion të tillë çfarë